Para publikut gjakovar është mbajtur nata e parë e koncertit të muzikës kamërtale në Shkollën e Muzikës Prankjakova. Profesori zvicran i muzikës klasike Lukas Raflaub theksoi se puna e bërë këto ditë në këtë shkollë ishte e shkëlqyeshme dhe se tani janë duke bërë përgatitjet përfundimtare për mbrëmjen e radhës. So for us it was a very nice. Ishte një eksperiencë shumë e mirë për ne gjatë kësaj fundjave. Nxënësit ishin shumë të motivuar, ishin të lumtur dhe kanë ushtruar shumë dhe kemi arritur progres. So for me it was very nice, like a dream for a teacher to teach students like this. Koncerti ishte i larmishëm fal bashkëpunimit me kolegët zvicran gjatë këtyre ditëve, u shpreh dirigjenti i Shkollës së Muzikës Hajrullah Syla. Sot është organizuar një koncert, një punë, një javë që është bërë, domethënë nga një trio nga Zvicra që kanë marrë disa master kurse me nxënësit e shkollës tonë. Dhe ajo punë domethënë që është bërë, ato gjëra që janë treguar gjatë master kursit, domethënë janë prezantuar sonte para publikut gjakovar që sigurisht i priti shumë mirë dhe besoj që ishte një organizim mjaft i mirë. Ndërsa sonte do të jetë mbrëmja finale e koncertit të muzikës kamërtale.